E kemi fjalën e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam ku thot khairun nas anfa'uhum lin nas. Më i miri është ai i cili është më i dobishëm për të tjerët. Dhe ai i cili është dobishëm për të tjerët nën kupton se është një personalitet i fuqishëm. Sepse një besimtar i fuqishëm është ai prej të cilit ka dobi të tjerët. Nga karakteri i tij, nga personaliteti i tij i fuqishëm, ka dobi muslimanët edhe ka dobi përgjithsisht Islami. Por tani të shohim se sa më madhështore është kjo fjalë e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, i cili megjithse ka vlerësu edhe ka thënë besimtari i fuqishëm është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se sa besimtari i dobët. Dhe këtu nuk ka dashur me lënë hapësirë që të mund të ketë keq kuptim. Se nëse i thuhet dikujt filani është më i mirë se tjetri, kjo nuk nënkuptohet se ai tjetri është i keq. Por këtë arsye pejgamberi ka dashur na tregu se besimtari i fuqishëm është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se sa besimtari i dobët. Mirë po me këtë nuk ka pas për qëllim për thënë se besimtari i dobët është i keq. Dhe por mos më lën hapësirë që të ketë keq kuptime, ai ka thënë wa fi kullin khair. Tek të dy besimtarët ka khair. Pra çdo kush që është besimtar i Allahut ka khair në të. Mirë po dikush me besimtarëve është më i fuqishëm, është më khair kanta. Dobi ka më shumë prej tij. Edhe tani do të shohim se cilët janë ata faktorë të cilët realisht kanë ndikim që besimtar tjetë i fuqishëm edhe të arrit dashurinë e Allahut edhe tjetë më i afërt te Allahu subhanahu wa taala. Natyrisht nuk ka një diskutim se faktori kryesor i cili e bën një besimtar të fuqishëm është besimi i tij. Është fuqia e besimit. Zatën dietarët kur kanë shpjeguar këtë hadith, ata kanë thonë se është për qëllim fuqia e besimit. Gjasa një besimtar i cili është fuqishëm në besimin e tij, mirën e tij në Allahun, edhe veprat e tij do të jenë të fuqishme dhe të frytshme.